Kemi kërkuar debat në seancë plenare, kemi kërkuar të diskutojmë për këtë çështje, e kanë kaluar me vota, kanë thënë jo, diskutojnë në komision, kur vin parlamentin diskutojnë në komision. E kanë kaluar me votat që kanë ndryshimin e rregullorës të komisioneve, tani vinë në komision dhe thonë, po ju ishit në seancë dhe nuk folët. Dhe ndërkohë janë 10 seanca në mënyrë të përsëritur, ndodh i njëjti debat, i njëjti diskutim pa thelb. Pra me forcën e numrave dhe të kartonave, këta shuajnë debatin, ngushtojnë hapësirat e opozitës, nuk i lënë mundësinë deputetëve të opozitës as të shfrytëzojnë të drejtat që u jep kushtetuta në radh parë dhe rregulloria e kuvendit, dhe pastaj kur vjen debati thon po ju ku ishit, se ne aty ishim për debat dhe ju nuk ishit. Dhe nga ana tjetër, një traditë të mirë parlamentare që bazohet mbi gjithë përfshirjen për një proces kaq madhor sa që është integrimi i Shqipërisë në BE dhe një performancë shqipërisë të vërtetës, PD-ja ka qenë mbase në periudhën më të vështirë të saj në 4 vitet e kaluara, për shkak të debatit brendshëm. Por në ka një gjë që ka votuar historikisht pro dhe ka qenë produktive dhe proaktive, ka qenë puna në Komisionin e Integrimit Evropian dhe të gjitha ligjet që kanë bënë me integrimin evropian. Pra është me fat kjo lloj mazhorance që ka një opozitë konstruktive siç është PD-ja, që kur vjen puna për ligje kaq të rëndësishme, për interes madhor, interes kombëtar, PD-ja e le me një betejën politike dhe thotë po më kjo është çështje që i shërben Shqipërisë. Ne do votojmë pro, do diskutojmë dhe do bëjmë maksimumin për të avancuar procesin. Tani dhe kur ti e bën këtë gjë, ata ta marrin, ta heqin, vend drejtues Taulant Ballën, që ta kuptosh, dhe pastaj Taulandi thotë keni drejtën ju sillni një bashkëdrejtues tani, po këtë punë drejtoj unë. Pasi kishin frikën që mund t'ia turbohej opozitës Kjo sjellje, ky sukses apo kjo ecuri edhe çelës grup kapitujve etj dhe për opinionin publik që sot ka parë ato shfaqjet e shëmtuara dhe bajate të kryeministrit shqiptar me tort, se mos harroni që ka hap një 4 herë shampanjën ky për hapjen e negociatave dhe që gënjente me ambasadorët e Shqipërisë në vendet e BE-s, në vendet e Quintit etj. Mjafton të kujtojnë që hapja grup kapitujve nuk do të thotë antarësim BE. Malizi ka vite që i ka hapur para nesh, shtetet tjera kanë hapur para nesh. Puna është përmbyllje kur i përmbyllti të gjitha kriteret, rekomandimet dhe kërkesat që ka Bashkimi Evropian. Dhe çelja grup kapitujve nuk do të thotë asgjë. Puna do të thotë kur do i mbyllësh këto grup kapituj dhe kur do të arrish ti ato standarde të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë çështje do doja të ndalem vetëm ke një detaj që do t'ja huazoj kolegu tuaj të nderuar Zotit Basir Çollaku. Është një status i tij që në fakt mua më ka goditur jashmase dhe tregon një realitet tjetër nga çfarë na paraqitet në propagandë. Listën e gjithë mediave ndërkombëtare që pasqyrojnë Shqipërinë si narkoshtet. Që të jemi korrekt, Edi Rama në 3 ditë të fundit është shprehur tekstualisht që ne po paraqitemi në arenën ndërkombëtare më me dinjitet se kurrë dhe ky standard i arritur nga Shqipëria nuk është arritur kurrë më parë, pra flet ky për arenën ndërkombëtare. Dhe ndërkohë, do duhet t'i citoj edhe për publikun që na ndjek. Mediat më të mëdha botërore, europiane dhe jo vetëm, por amerikane dhe jo vetëm, edhe mediat Amerikës Latine, po të gjithë globit, pasqyrojnë Shqipërinë si një shtet që është në fazën e fundit të narkoshtetit, pra ka një narkoshtet të konsoliduar, pra nuk kemi më në fazët e para, dhe këto media janë bazuar në rend alfabetik, bëjnë pjesë vendet kryesore të Bashkimit Evropian dhe SBA-ja janë Arte, Blast, Bloomberg, Domani, El País, El Mundo, Follow the Money, Huffington Post, Infobay, Inside Over, Inside Crime, Irpi Media, La Press, La Via Libera, Milano Today, Nova Radio, New York Times, Observatorio Balkani, Radio France, International, Right Trash, The Sun, Political, Washington Times e tjerë. Pra, të gjitha këto mediat ndërkombëtare botërore më prestigjioze thonë që Shqipëria ka një narkoshtet dhe ndërkohë në Shqipëri të del kryeministri, kreu i këtij narkoshteti, të cilit vetëm një javë më parë një nga bashkëpunëtorët e tij më të afërt, përfaqësuesi një nga eksponentët e kartelit Sinaloa, Luftar Hysa, i cili vitin parë është fotografuar duke dalë nga zyra e Edi Ramës, së bashku me një ish-deputet gjerman, Mark Hauptmann, i cili është përjashtuar nga Bundestagu gjerman, tashmë, dhe së bashku me këshilltarin e Ramës Dorian Duçka, i cili është i përfshirë në skandalin me Gonigal. Këto njerëz janë sanksionuar, ose më saktë Luftar Hysa, funksionari dhe lidhja e kartelit Sinaloas, përfaqësuesi i saj, është sanksionuar javën e shkuar nga departamenti i Thesarit, dhe kur Edi Rama dilën në televizor dhe ky vet dilën në televizor, thonin që ne na ka lidhur misia për artin me njëri tjetrin. Na ka lidhur botkuptimi ynë mbi artet pamore. Dhe një libër, dhe ky kishte dhënë interes, shiko, ky kishte dhënë kontribut
në procesin e integrimit të Shqipërisë në Europë, thonte ky luftar Hysa, i cili është eksponenti i kartelit Sinaloa, dhe thonte unë po ndihmoj Shqipërinë në procesin e integrimit evropian. Pra po përdoret fabula e integrimit evropian, po përdoret për t'i mbyllur gojën opozitës, për të dhënë licenca kazinorëse, ndërkohë që karteli Sinaloa e shpall presidentit Trump, organizatë terroriste, Edi Rama, funksionarët i kishte në zyrën e tij dhe i jepte licencë për kazino dhe për hotel me 5 yje në Vlorë. Ndërkohë që këtej goditen si organizata terroriste, pra që të kuptojmë diferencën e qëndrimeve. Kështu që kjo që ka ndodhur me keqpërdorimin e procesit të integrimit evropian nga kreu i mazhorancës është e paprecedent. Për shkak kësaj kërkohet që të bëjmë tashmë ligje me aktet përshpejtuara, pra të kemi procedurë të përshpejtuar të projekt akteve në kuvend për çfarë arsye? Që ne të kemi një rendite Arnold që të na kuptoj qytetari, që vjen me 30 pika dhe që në emër të integrimit evropian ne nuk kemi kohë që të diskutojmë, pra qytetarët mos kuptojnë çfarë ndodh aty. Debatet se vetëm një pikë do 3 deri në 4 orë për diskutim të hollësishëm me themel dhe me thelb. Pra që del opozita, del mazhoranca ton kush janë avantazhet, disavantazhet e këtij projekti dhe në fund votohet. Vetëm një do 3 deri në 4 orë. Këto ta sjellin me 22 pika dhe thon, shiko, ne do ecim pak me procedurë të përshpejtuar se këto janë kërkesat të Bashkimit Evropian dhe ne s'kemi kohë, duhet i kalojmë to. Dhe ndërkohë qytetari që është në shtëpi nuk ka mundësi të ndjekë asgjë. Ne na iku seanca parë për programin, iku era parë nuk flitet për programin. Kaloi seancën e dytë duhet flisim për erën, për errun, për energjinë elektrike, për ujin, duhet raportojnë institucionet, ikën. Erdhi seanca tjetër për të folur për problemet e qytetarëve, iku. Erdhi seanca tjetër për të raportuar institucionet, u arrit një dakordsi vetëm ke institucionet e drejtësisë, dhe aty duke i pamundsuar pyetjet deputetëve të opozitës, por duke i lënë të drejtën për të bërë një koment, u shpik një formulë aty, po vetëm aty u gjet një lloj dakordsie, dhe të gjitha seancat e tjera ku qytetarët kanë interes dëgjojnë orë çfarë do ndodhe me minimumin etik. Sot e ka kërkuar zyrtarisht Partia Demokratike në konferencë kryetarëve mocionin me debat për minimumin etik dhe e ka rrëzuar mazhoranca. Kemi kërkuar interpelancë me Belinda Ballugun për tunelin e Palloshit, apo të Llogaras, dhe nuk vjen, e ka detyrim që të vijë dhe nuk vjen në komision. Nuk të vjen as në komision të burimeve natyrore, aty ku me detyrim në zbatim të nenit 80 rregullores, e ka të shkruar Ezez Mitbardh kur vjen për të diskutuar buxheti para komisioneve, buxheti relatohet dhe raportohet nga ministri. Dhe edhe aty ku e ka me detyrim dhe nuk ka asnjë opsion tjetër, prap nuk vin për të raportuar. Kërkojmë mocion me debat për mungesën e ilaçeve ke onkologjiku, që është çështje që nuk ka lidhje PD-ja, PS-ja, forcat politike etj etj, por është problem kombëtar, është një problem imediat, urgjent, nuk ta miratojmë. Kërkojmë komisionet hetimore që t'i njeh kushtetuta, mjafton të mbledhësh 35 firma, 1/4 e firmave, deputetëve, dhe e ka detyrim parlamentit të miratojë ngritjen e një komisioni hetimor, nuk ta japin as për zgjedhjet e 11 majit, as për Megonigalin, mikun e ngushtë të Ramës. Dhe ndërkohë hidhet balë mbi opozitën dhe thohet që fajin e ka opozita për sjelljen që ka agresive etj etj, kur ndërkohë opozita si nuk i le as drejtën fjalës, as komisioneve, as interpelancë, as mocion me debat, as raportim. Sapo kam parë lajmet para se të vijë në studio, Bledi Çuçi në Komisionin e Sigurisë Kombëtare kërkon përjashtimin e Flamur Nokës, se Flamur Noka i drejton pyetjes me përgjigje dhe Flamur Noka ngul këmbë. Por e vjen përgjigje. Për këto përgjigje sonte drejtori i përgjithshëm. E kuptoni çmendurinë që ndodh. Për tjera tema. Por tema normal, ka gjëra më me interes se sa vrasja në mes të ditës. E një eksponenti të lartë krimit organizuar në zonën më të sigurt të Shqipërisë, që është aeroporti kombëtar. Gjithë këto që ti përmendet